Ti rikthehemi pak asaj që përmendëm pak më parë, teksa Erion Velia i kërkonte bashkëshortes së tij Ajola Xoxës që mos shkonte në konsullatën e ambasadës amerikane, pasi tashmë ishte ndruar pushteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk duhej të fliste me përfaqësues të një vendi tjetër. Në këtë rast, a tregon kjo se ndryshimi i pushtetit në SBA tashmë ka filluar që po themi përfaqësues të mazhorancës apo politikanë të cilët mund të cilësohen si të korruptuar të vendosen në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Unë mendoj se janë vendosur në listën e zezë, po thjesht momentalisht nuk është publikuar emri i tyre. Dhe do vi momenti që disa njerëz janë vendosur, por kur do të vi momenti do të jetë do thoya në një moment pak më të gjatë, sepse tani Trumpi ka punë të tjera dhe nuk merret dot me listën e zezë. Por ajo që dihet është që ardhi ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri ose ambasadores së re në Shqipëri nga Amerika, se është vonuar shumë dhe kjo vonesë në të kupton qartazi që nuk ka një listë të qartë dhe standard kush duhet të jetë në listën e zezë, por me atë që unë di, në shtete të tjera është përdorur një mekanik me një makineri tjetër, e cila ishte një makineri shumë problematike. Në kuptimin problematike është pse? Sepse atë e tha ose e bëri listën e zezë degët e partive republikane amerikane që ndodhen nëpër botë. Pra, çdo degë që ishte me një komunikim të drejtë për drejtë në pjesën e administratës Trump, ose më mirë linjës Trump dhe Partisë Republikane Amerikane, ka ndërguar tek zyrat qendrore në Amerikë emrat të sakta, pozicionet e punës, kush është në listën e zezë. Por që të përpunohet kjo listë dhe të filtrohet, do pak kohë, por të jeni të bindur që kjo është bërë. Pra, edhe në Shqipëri, një person ose një zyrtar që është me një nivel të posaçëm dhe ka një komunikim me Partinë Republikane Amerikane, ka dërguar një listë të gjatë nga Shqipëria me 69 emra, të cilët nuk janë ende të ditur, po do të bëhen publike në kalimin e kohës, që do të kemi të radhitura sipas degës së republikanëve amerikanë, të cilët do të thonë që këto vendet, këto individ, jo vetëm që kanë cenuar marrëdhëniet midis dy vendeve, duke qenë pjesë e fondacionit Soros, por këto individ kanë tentuar të prishin dhe imazhin e presidentit Trump në vendin e tyre. Pra, kjo praktikë është ndjekur në më shumë se 60 vende dhe tani administrata e Trumpit normalisht që do të shikojë një nga një dhe do të shikohet qartazi kush nga ata do të përfshihet në një listë të tillë dhe kur do dali publike në rrugë zyrtare nga linja e Trumpit. Nisur nga optika juaj, si shikoni këtë garë, po themi, të forcave kryesore politike, por përfshirë edhe partitë e vogla, dhe cila është ajo formulë matematikore që mund të zbërthejë rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit? Unë shikoj që dy partitë kryesore janë pothuajse të vakët në aspektin e aksionit politik, nuk është se kanë një prezencë të thekur dhe të shtuar në aspektin social qytetar, pra nuk janë të zgjeruar përtej rrethit të tyre politik, por ajo që unë mendoj është që edhe Edi Rama dhe Sali Berisha në mendjen e tyre kanë një nevojë ekstreme të bashkëpunimit për vetëmbrojtje dhe mbijetesë politike. Jo sepse kanë një kërcënim të jashtëm apo të brendshëm, por kanë një nevojë ekstreme për të mbajtur partitë e tyre në drejtimin e tyre, por edhe në mënyrën se si partia do trashëgohet tek trashëgimtari i ardhshëm. Pra, e marrim nga Partia Socialiste, nisja e fushatës nënkupton nisjen e betejës brenda llojit për të dukur më i mirë përpara kryetarit se kush nga kandidatët në listën e hapur dhe të mbyllur do të jenë kryetar të ardhshëm të Bashkisë së Tiranës, jo se do të jenë deputetët e ardhshëm.
Ashtu ndodhi edhe me Partinë Demokratike. Fushata në Tiranë do të tregoj kush do të jetë kandidat për kryetar bashkie për Tiranën, por jo se kush do të jetë më i miri nga deputetët me vota. Që do të thotë, këto dy partitë politike synojnë Bashkinë e Tiranës, nuk synojnë të marrin deputet. Deputet do t'i marrin sepse do të jetë në momenti i zgjedhjeve, i votimeve që të ndodhin më 11 maj. Por çfarë duhet të nxjerr këtu? Duhet të nxjerr sepse përveç se kemi kandidatët e ardhshëm që vinë nga të dy partitë kryesore për Bashkinë e Tiranës, do të kemi pjesërisht dhe kandidatët e mundshëm që do të jenë ato të cilët do quhen rivalët brenda partisë. Kemi një problem që hera parë ndodh në historinë e partive politike, që në Partinë Socialiste nuk kemi një emër konkret për të qenë rival ndaj Edi Ramës. Pra, Rama nesër largohet, kush e merr Partinë Socialiste? Por kjo nuk ndodh. Pse? Sepse Partia Socialiste nuk ka një jetë të shëndetshme demokratike që të thuash që ky më vlla e merr, sepse e meriton. Pra, me arrestimin e Erion Velis u shuajtur shpresat për individ të tjerë të marrin drejtimin e Partisë Socialiste dhe në këtë fushat shikojmë që Edi Rama merr Partinë Socialiste. Pra, Edi Rama parcelizon Partinë Socialiste në këto zgjedhje. E bën pronë vetjake, e bën pronë private, e bën pronë të veten. Në krahasim me Sali Berishën, Edi Rama ka thënë gjithmonë që Sali Berisha është një peng ose një e keqe e errët për Partinë Demokratike, sepse është pronari i Partisë Demokratike. Dhe pikërisht vjen Edi Rama pas shumë vitesh dhe me këtë kod zgjedhor bën Partinë Socialiste parcelën e tij, që asnjëri nuk mundet t'ia marrë, përveç se t'ia grapisi. Shkojmë tek Partia Demokratike. Partia Demokratike hap fushatën për të qenur një parti politike e bashkuar pas sulmit të egur që pati nga Yuri Kim, nga ish ambasadore amerikane, e cila fliste përbar dhe ndërkohë bënte qef me Erion Velin dhe Hametajn edhe Ballukun dhe të tjerë në resorte të mëdha në jug. Që do të thotë kuptohet qartësi që ajo luftonte Partinë Demokratike dhe kur nuk shërbente interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por vetëm të agjentës së saj, që u kuptu qartësi që barin më në fund e hongri Erion Velia dhe Hametaj, se në fund fare u kuptu qartësi që ajo punonte kundër Partisë Demokratike. Por Partia Demokratike në këtë situatë që jemi prodhon dy gjëra të shëndetshme për gjatësinë e saj si një subjekt politik. Që do thotë, në listën e Tiranës do të shfaqen dy kandidat potencial për kryetar bashkie të Tiranës, që është Jorida Tabaku, 2 Ilir Ali Mehmeti. Në rast se këta në listë hapur marrin shumë vota, njëri nga këta të dy do të kandidojë për kryetar ose kryetarit Bashkisë së Tiranës.